Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Bora Zemani trondit ndjekësit me shkrimin prekës. Çfarë po ndodh me Arborin? Moderatorja e njohur Bora Zemani ka dedikuar një urim të veçantë të birit Arborit për ditëlindje. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Bora shprehet se nuk e mban mend jetën e saj pa të dhe se Arbori është gëzimi i përditshëm dhe forca më e madhe. Urit i lumtur, i fortë dhe me zemrën plot ëndra. Mos haro kurrë, çfarë do moshe të mbushësh, për mua do mbetesh gjithmonë fëmia im. Shkruan ajo ndërsa e përshkruan Arborin si djalin që jep dhe merr dashuri pa kushte. Moderatorja shoqëroi urimin me një shaka të ëmbël drejtuar të birit, i cili i kishte thënë se nuk mund ta tregojë më moshën me gishta, siç bënte kur ishte i vogël. Mos e vrit mendjen për atë që më the. Tani nuk e tregon dot më moshën me gishta, shkruan Bora me humor.